për ju pyetja parë, si duk lista? Një analizë, po themi, edhe të aspektit politik, po edhe në aspektin ekonomik. Ka pikëveshtim ekonomik lista? Është hera e parë, ndoshta që pas 2-3 listave të mëparshme Landi dashur, që kanë qenë shumë të drejtuara nga biznesi, sepse partive u nevojishte, nuk u nevojitet sot, u nevojiteshin shumë fonde dhe kandidatët që vinin nga sektori biznesit e kishin këtë aftësi që tu jepin fondet e duhura, në një mënyrë ose në tjetër, në mënyrë të ligjëruar apo edhe si thua pa e parë shumë ligji. Kësaj radhe shikohet që s'ka biznesmen? Nuk po thuaj se nuk gjen. Wow, ky është lajmi, ja lajmi i parë që dha Fatos Çoçoli. Listat kanë zhdukur biznesmenët. Domethënë kanë hequr biznesmenët. Është shumë e vështirë që të gjesh shumë e bukur. Sipërmarrës të mirë fillt, ta formuar me emra, që i njohim, domethënë dihen në tatime se kush janë 800 tati paguesit më të mëdhenj, asnjëri prej tyre. Që në zgjedhjet e tjera kishim disa. Kemi patur disa nga të dyja partitë kryesore, kështu që po pse është kjo? Po sepse gjën e parë që partitë kryesore kanë vënë re është se së bashku me sipërmarrësin të vinë dhe shumë andralla të tjera. Pra, sipërmarrësi ta bën shumë komode pasjen e parave. Nga ana financiare. Nga ana financiare. Po nga ana tjetër mund të kesh sipërmarrës me një të kaluar të dyshuar, sikurse për disa raste fatkeqe, sidomos nga partia. Ai sindromi i milionit parë. Sindromi i milionit parë, faktit që mund të kenë qenë edhe sipërmarrës edhe të dënuar për një arsye ose për një tjetër në të kaluarën, kështu që kjo sit është bërë nga të dy partitë kryesore dhe është për të përshëndetur, unë ekonomist jam. Domethënë kjo është gjë e mirë? Është gjë e mirë në atë që më në fund partitë po bëjnë më pak të varura nga kapitali i ofruesit si kandidat. Pra, nuk po shiten më, mund të shiten në forma të tjera. Po bëjnë pyetjen e djallit tonë, ore? Po. Politikanët janë biznesmenë më të mëdhenj. Janë biznesmenë më të mëdhenj, por nuk po shesin sot marrjen e një mandati, kryetarët e partive të paktën, me faktin që ti të paktën nga 500.000 euro duhet i hedhësh në fushat, ti tjetri e do kandidaturën për të qenë deputet, unë të bëj deputet nëse do japësh Y lek, jo vetëm për fushatën tënde, por edhe për gjithë partitë. Okej, për ty? Dhe pastaj do kalojmë një nga një me gjitha qarqet. Analiza në fakt është korrekte për sa i përket faktit që mungojnë biznesmenët apo sipërmarrësit, por vlen të theksohet që biznesmenët, sipërmarrësit kanë edhe personat e tyre të besuar që janë po ashtu pjesë e listave, sepse është e vërtet, jo në gjitha rastet kanë qenë sipërmarrësit pjesë e drejt për drejt e garës. Kështu që detyrimisht duke futur X-in, Y-in, le të themi që janë krahu i tyre, e kanë pak a shumë në thonjza levën e tyre dhe atë që u nevojitet për ligje të caktuara apo për vendime të caktuara dhe për të ngritur zërin në momentet të caktuara në kuvendin e Shqipërisë. Mbetet për të parë tani se sa do të jenë le të themi efektive dhe personat e besuar të biznesmenëve vlen të theksohet edhe këtu, sepse shumica prej atyre, sidomos që janë kandiduar në listat të hapura, asnjë prej atyre nuk e ka vendin e sigurt. Ata janë të barabartë. Janë të gjithë barabartë, por jo si herën e kaluar që ishte herësi dhe kishte rëndësi renditja. Jo kishte rëndësi renditja, se ti mund të sheh i fundit do mbese. Dhe sa tani s'ka aty, vetëm renditja është alfabetike me tash çdo vot ka rëndësi. Çdo vot bën diferencë. Okej, ne do t'i marrim një nga një, po unë përpara ju lutem regjia mund të fillojmë me Tiranën, ndërkohë unë doja të falenderoja mbështetësit dhe sponsorizuesit e emisionit, sponsori general të emisionit Dekalog, Manigram Akinvest, kemi tashmë sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Transferoni me Manigram Akinvest, asnjëherë nuk do zgjenjeni. Është një, jo thjesht një risi, por është një garanci dhe një siguri. Po, në këto momente, ju lutem, kemi listën e Tiranës, pra kandidatëve të Partisë Demokratike të Partisë Socialiste, po, kemi listën e mbyllur dhe listën e hapur. Tosi, kjo është, mund ta shikosh. Po, atëherë gjë e parë që të bie në sy është që sigurisht edhe u premtua nga kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri që drejtuesit politik do të jenë në listën e mbyllur. Këtu shikojmë disa prej tyre, por ajo që quhet Rama pse i kishte se ka vendosur akoma 24 orë kohë. Sepse ai ishte mes Shilës dhe Karibdit. Çfarë ishte Shila për Ramën dhe çfarë ishte Karibdi? Shila ishte për faktin që duke qenë se mund të futej në listën e hapur, do t'i praktikisht villte, ndoshta fjala është e rëndë, po do të përvesonte shumë nga votat
nominali që quhen, votat e kandidatëve të listës së hapur. Dhe mund të rezultonte për Tiranën që Rama të kishte le të themi 140.000 vota personale dhe të hante votat e të tjerëve që do të shkonte tek kandidatët e listës së hapur. Maksimalizon. Kështu që ai ato 140.000 vota do t'i merrte a forfet në kuptimin e mbështetjes që ka kryeqytet për Partinë Socialiste, që do ishte i pari që gjithë do të thoshin po Ramës do ja japim, flas gjithnjë për mbështetësit të Partisë Socialiste, në këtë mënyrë i kalon tek ata që garojnë vërtet. Tani, Edi Rama, Gerta Menosiliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolla, Taulant Balla, të lutem full screen, të lutem nëse mundesh, regjia, Albana Adea Pirdeni, Albana Koçiuri, Igli Hasani, Delinda Ibrahima, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Bekim për ty, Lisa e mbyllur? Për mua risi janë vetëm 3 emrat e fundit. Ilva Gjuzi, çfarë është Ilva Gjuzi? Pikërisht, kjo është risia, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, që vetë njihet, është risi për si listë. Jo, është risi, është pedagoge, është gazetare e njohur, por nga ana tjetër thash është risi për listën e Partisë Socialiste, pavarësisht se sa ka dhënë ajo në këtë forcë politike. Ndërkohë emrat e tjerë për mua ishin të pritshëm që do të ishin në listë të mbyllur të Tiranës, sepse duhet Blendi Gonxhe mungon. Duhet e don që të maksimizoj voton për në Tiranë. Blendi theksohet që Blendi Gonxhe tani është mes dy teheve për mua. Nëse Blendi Gonxhe është një nga kandidatët potencial në rastin e Bashkisë Tiranës, nëse zoti Erion Veliaj do të shkarkohet si pasojë edhe e mungesës së pritshme apo edhe ndonjë vendimin pa dashur të paragjykuar vendimin e gjykatës posaçme. Jo, sot kishe Elan Qeli. Sot Elan Qeli, por nuk ka një vendim të formës prerë. Jo, nuk ka vendim të formës prerë. Sepse kemi edhe rastin e Rexh Biberit që i ka kaluar 3 muaj dhe duhet të ishte shkarkuar për sa i përket parashikimeve që ka ligji për kryetarët e Bashkisë, por vijon të jetë në detyrë në Bashkinë Tropoj. Ligji parashikon që nëse mungon 3 muaj në bashki, duhet të... Fakti që Rama nuk e ka zbatuar për atë, nuk do të thotë që se e zbaton për Erion Veliajin. Po kush është, për mendimin tim, kush është Rexh Biberi para Erion Veliajit? Jo, ne nuk e dim, thash, nuk duhet përgjithësojmë. Nuk e di vendim. Është e vërtetë. Se ti thuaj që Rama ka shkelur ligjin. Rama ka shkelur ligjin për zotrinë në fjalë. Po se shkel ligjin për Veliajin. Atëherë marrim rastin që s'do shkel ligjin. Cilët janë kandidatët potencial për kryetar bashkie? Blendi Gonxhe patjetër. Blendi Gonxhe, kandidati kryesor. Dhe atëherë çfarë do të bëjë Blendi Gonxhe? Blendi Gonxhe do i ka fut ngar, i ka thonë trego veten, sa vota mund të marrësh, nëse nuk fiton, ti je i djegur. U dogj Blendi Gonxhe. Nëse fiton ja automatikisht kandidat. Po për ty, arsyeja kryesore që një pjesë mirë të emrave të njohur, qoftë në qeverisjen e sotme të Partisë Socialiste, qoftë edhe në qeverisjet e mëparshme, bëhet fjalë për një ish kryeministër, bëhet fjalë për disa ministra, ish ministra, që janë në emra të njohur në publik, është që të maksimizojnë votat. Pra i ka futur në, le të themi, në parcel dhe i ka thënë punoni arën edhe vilni frutet. Keni përfituar nga Partia Socialiste, tashmon ktheheni. Sepse janë emra që mund të japin. Kanë një, si thua, personalitet, një background të tyre dhe mund të mobilizojnë njerëzit. Por do të tregohet në terren se sa me njerëzit janë të aftë të punojnë. Mendoj se zoti Gonxhe, edhe kur ka qenë zëvendës kryetari i Bashkisë së Tiranës, ka një profil të tij, pra e njohin që është i teknicien më shumë se sa një profil politik, por e ka një profil publik të quaj, më shumë se sa, domethënë politik, shumë e drejtë, tani është në politik, madje jo tamam në politikën aktive, por në politikën qeverise, sepse është një ministër i një ministrie të rëndësishme. Të dyja së bashku i duhen zotit Rama dhe gjithë Partisë Socialiste. Po kjo që tha Bekimi është me shumë. Që të lërojnë, domethënë të ketë një parcel, të ketë një nga ajo mekanizmi që të hyjë thellë në besimin dhe votën e njerëzve. Po kërkon vota me këta njerëz që i kanë nxjerrë në listë të lirë. Thash ka luajtur me të dyja. Po kërkon maksimizim, jo se sa vota, por maksimizim. Maksimizim nga ana tjetër ka ruajtur atë thelbin e partisë. Okej, ju kërkoj ndjes, më bëjnë shih nga regjia që kemi në këto momente deputetin Dashur Sula, deputetin e Partisë Demokratike që ka bërë një kapërcim të madh, mund të themi, pas asaj që ai e quajti zhgënjim të madh, nuk e di, kemi mund të lidhemi në këto momente për të zhvilluar bisedën. Po Landi. Po, përshëndetje zoti Sula. Përshëndetje Landi, faleminderit. Tani ne kemi bërë shumë biseda bashkë edhe live, edhe me regjistrim, edhe
konfidenciale, po ç'ishte kjo më zoti Sula? Domethënë, kur kujtoj ato aksionet e tua të forta politike, thosha, shiko, nëse kjo majoranca vihet ndonjëherë në siklet, vihet nga këto që thot dhe bën dashur Sula, se kështu me dafina e me kështu nuk e çajin kokën shumë ata. Landi, u shpreh të qartë për një vendim absurd, një vendim pa drejt, një vendim i cili mua dhe të gjithë mbështetësit e mi, të Partisë Demokratike, simpatizantë Partisë Demokratike në të gjithë duhet nga Peqini, Beqi, Sariku, Gramsci, Elbasani, i kanë lënë, do të thosha, nuk do të proja të shokuar, sepse ka pasur një reagim të tillë. Dhe por ja që në këtë parti fatkeqësisht do duhet të jesh ose lëpirës i madh, ose një njeri servil në ekstrem, gjë që unë në jetën time se kam bërë kurrë për asnjëherë dhe s'ka për të bërë, sepse lirinë e kam të thejtë, dhe unë mendoj që një politikan po nuk që i lirë, nuk që i vretja, sigurisht në respektim të vendimit të partisë, por kur në deformim të personalitetit të vet, apo të integritetit dhe të fyet deri në një mënyrë të tillë të deformohet, saqë nuk do ta pranoj morali njerëzor dhe morali politik. A ke biseduar konkretisht me zotin Berisha? Më fali Landi, A biseduat ju konkretisht me zotin Berisha? Keni biseduar? Tani, për të qenë sinqert, nuk u dha një mundësi përpara daljes së listave dhe pavarësisht që tentova për të takuar zotin Berisha, po u refuzova në kuptimin e heshtje, duke mos u përgjigjur kërkesat mia për të takuar në atë listën e së saktuara, dhe kjo ishte e qartë për një javë që unë e kisha të qartë. Qasë dhe sillen të zotin Berisha, po edhe figura të tjera. Berisha justifikoi faktin që tha, unë kam mira mesazhe në telefon dhe ndoshta një nga mesazhet që nuk e kam parë, ka qenë i zotit Sula, ndërkohë që shprehu edhe qëndrimet apo vlerësimet më të mëdha ndaj figurës tuaj, duke paralajmëruar që ishit në listë të hapur. Unë fakt kam një pyetje drejt për drejt, zoti Sula, për ju. A nuk është pak si i pa drejt vendimi edhe kashi vetes, po edhe votuesve, fakti që ju zgjidhni listën e hapur të Adriatik Lapajt, por jo listën e hapur të Partisë Demokratike? Tani, unë ju garantoj që nuk kam pas kur një telefonat nga Sali Berisha për një listë hapur, kur një telefonat nga i famshmi, du të përmend emrin i famshmi Nul Noka, kur, apo e famshmja Albana Voçi. Nul Moka ti kanë thënë këta socialistët, i thok edhe ti e kishe sekretar përgjithshëm atë. Po Partia Demokratike ka ngel në dorë të Nul Nokës dhe të Albana Voçit, dhe është fatkeqësi, të cilët janë të papëlqyer nga shumica demokratëve të rryer nga qytetarët shqiptar. Dhe kjo është fakt, nuk e themi sot, e kemi thënë brenda vetes tonë me të tjerë, dhe kjo dihet, nuk ka nevojë se ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, fakti që unë nuk kam patur nga drejtuesi, qoftë nga njëshi Partisë Demokratike, nga dyshi Partisë Demokratike, nga treshi Partisë Demokratike, të kenë pasur telefonata dhe për listë të hapura kryesisht. Por unë jam i kritikuar si spakist nga Partia Demokratike, nga një si njeri i afërt me Altin Domani, me edhe prokurorë tjerë të SPAK-ut, të cilët unë kam pasur koleg, dhe kështu që nuk zoj besueshmërinë e tyre, dhe njeri që nuk e majt dot vath, dhe që e kam deklaruar publikisht mbështetjen e SPAK-ut, dhe sa të jem kam thonë në politikë do të mbështes SPAK-un, dhe bile sfida ime është edhe sot ku jemi, edhe sot, nëse të ketë nevojë të bën ndryshime që duhet të i bëjë thirrje dhe Bashkimit Evropian dhe të tjerëve, të cilët ne mund ta bëjmë ndryshimet që do duhen për SPAK-un, ligjin për SPAK-un dhe për GGO-n. Në çdo moment kam parasysh për zgjatjen e mandatit apo të prokurorëve apo të rizgjedhjes së drejtuesve të SPAK-ut, sepse e thashë në parlament sot është shfat pa përsëris për Kiprin, që në krye të SPAK-ut është Altin Dumani. Unë njoh një grup të caktuar prokurorësh aty, siç është Ardan Xholi, siç është Behar Dibra, siç është Edin Gogaj, siç është Olci Dado, siç janë disa prokurorë tjetër. Po ti një tërë, ti pas ke bërë vetës orë. Po ti një tërë, valla. E ka deklaruar. Ty prandaj pas ka në listë, valla. Ka punuar, s'kam asnjë lloj Landi. Jam i qartë në rrugën time, Landi. Dhe nëse Shqipëria do shpëtojë nga kjo klasë politike korruptuar, po shpëtojmë prej SPAK-ut, dhe opozita vërtet sot për sot është SPAK-u, sepse nëse të gjitha që kemi thënë deri dje, do ishte thjesht retorikë politike, akuzat, por ato janë materializuar nga SPAK-u.
Fatos Çoçoli ka një pyetje. Përshëndetje zoti Sula. Ju përshëndes, Fatos Çoçoli. Përshëndetje. Kam patur gjithnjë vlerësime për juve si gladiatori mirëfillt i opozitës son, por doja t'ju bëja një pyetje lidhur Bukur kjo, gladiatori opozitës. Doja t'ju bëja një pyetje lidhur me primaret. Ju keni qenë morë pjesë si kandidat për kandidat në këto primare ndër më të votuarit. Si gjykoni ato? Dhe çfarë sollën këto primare? Tani, Tosi, për ju është vërtetë se respekt maksimal për gjithë demokratët që më votuan. Unë, më fali për modestin, nuk është mburje, unë nuk isha fare në primaret, se në basë marimit të seancës ditë të thënë kam ikur në Siçili dhe në Mal në takim me bashkëdhënëtarët, dhe kur mora vesh që ishe i pari i qarkut dhe kishte votuar dhe një kohë që kryetarët e partive ishin të foltorët vetëmelimit, komisionerët e foltorët vetëmelimit, dhe antarësia listët e tyre dhe prap votuan, tregon që nuk gabojnë demokratët. Ato të cilët dolin në 4 apo 5 u futën në lista, kurse unë ishe i pari në gjithë qarkun, Milan u përjashtova nga lista, ka bërë opozit për gjatë 4 viteve, ka bërë një aktivitet të madhështor në të gjithë takimet në diasporën, regjistrimin e qindra bashkëdhënëtarëve tanë, kam diçka pse më dukti, biles në një moment i thash edhe po bëj humor përpara se dilte Lisa asajt si e ka Albana Vokshi, thash moj ka një kriter tjetër të plagosin i socialistit, thash kjo se keni një kriter do të vlerësojmë dhe këte. Me humor gjithmonë. Plagosin socialist? A ka ndonjë kriter për të plagosin i socialist që ta plotësojmë edhe këtë kriter thot? Ta plotësojmë këtë kriter, një qertallje, një plagosje i socialistit. Tani me këtë që tha Fatos Çoçoli që ti gladiatori opozitës të ka vënë një titull. Ti të kuadrin humori se unë jam paqësor, se Fatos Çoçoli do ta mash mend ka vënë një epitet, një titull gladiatori opozitës, është e jashtëzakonshme kjo. Përpiqemi. Tani, pyetja ime, cili është parashikimi yt, si do dali Dashur Sula në 11 maj dhe si do dalë Partia Demokratike? Tani, fatkeqësisht, unë nuk jam orakull, por më ka dalë parashikimi vitit 2017 kur i kam thonë Luzim Bashës që trojtë nga kandidimi, sepse mënyrën si i bërë listat i thash nuk i kalon 3 mandata në Elbasan. Keni gjallë Tan Hoxhëm, analistin, i cilin bashkë me Kacaut Islamin, në cilin kam marrë telefon, tha mu keni natë Lut Bashë, thash atë qarkun e njoh me pllam. Dhe kur mbaruan pasaj zgjedhjet, atëherë të 2017-s, tha mu pas drejt. Dhe shti mos pyet për Kuksin mua probleme të tjera, këtë pyet për Elbasanit. Dhe unë këtu them që më rasti më i mirë, që prap kam dyshime të forta, është me 5, por unë mendoj të 4 mandatat të marrë Partia Demokratike në qarkun e Elbasanit, dhe kjo është fatkeqësi. Unë shpresoj shumë për vetëm time dhe një mandat tjetër, vetë një mandat, 2 mandate, mund të një gjysmë 2 mandate, diskutojmë tek nisma Shqipëria bëhet, dhe unë... Do me thënë, të jemi të shkojqitur, do me thënë të qartë. Ti thua, Partia Demokratike në Elbasan merr 4 mandate, Partia Socialiste sa? Sa ka gjitha? Jo, 4 mandate, them deri në 5 maksimumi.